rrugën e Lajçakut. Qëllimshëm ka shku të ripërtrirja ose fuqizimi i marrëveshjes. Në fakt përveç më rrugës së Lajçakut, rruga tjetër ishte rruga e Grenellit, që ishte rruga e shkëmbimit të territoreve. Ishte rruga e Amerikës edhe ishte rruga larg marrëveshjes së Ohrit. Pra plani i zbatimit edhe marrëveshja e Ohrit janë vendim i vetëdijshëm i Kurtit sepse nuk ka dash me ra rrugës tjetër. Pra Kurti këtu po thotë që unë e kom zgjedh Shita sepse kom dash me shku qësaj rrugë. A ka bo mirë, jo absolutisht, sepse tash nëse thojmë që ke marrëveshje është bo në 2015. Manastirit të Çonit? Po, nëse tokat e manastirit nuk një marrëveshje e kalume që o dash me e zbatu. Dhe më kanë shu pak pe. Jo, nuk është dasht me zbatu, sepse nuk është zbatu një marrëveshje që... pozitivisht marrëveshjen e Ohrit Bruxellit. Po, as vetë Kurti nuk e... Në kuadrë të kësaj që sa po e tha, pra një minimal i realitetit me tendencë maksimale. Unë mendoj që është marrëveshja ma e dëmshme që ju ka bo Kosovës në kuptimin e mos kryerjes së problemit me Serbinë, është